por edhe me gjykatën e gjykatës speciale dhe gjitha këto që kemi pasur diskutimet edhe tentimet për të biseduar ata për të marrë një qëndrim, ata kanë qenë të pamundura, pra kanë hezituar të përgjigjen. Dhe me aq sa kemi marrë deklarime nga gjykata, ka qenë vetëm deklarimi i zëdhënësve të gjykatës, të cilët nuk kanë komentuar gjërat, kanë bërë publike vetëm ato që kanë qenë të ditura dhe kanë njoftuar gjithashtu do të jetë seanca e radhës në rastin e thaqit të tjerëve më 23 prill dhe nuk kanë dhënë detaje për raste të tjera. Madje ajo që ka qenë edhe më interesante, arritat dhe vlen të theksohet është që kur ishim vetë aty ishim një numër i madh gazetarësh dhe për të cilin pra nuk ishte të përgatitur realisht. Dhe kishte një farë lloj hezitimi ashtu, po i themi kur po në gjithat numër gazetarëve se si do të flasë, do të qasen. Dhe kur i kërkuam, ndonse a mund të ketë përkthyes për deklarimet dhe pyetjet që kishim, përgjigjja ishte që jo, nuk kemi përkthyes dhe nëse kishim ditë pak më herët, ndoshta edhe kishim aranzhu, po nuk e kemi ditë që është dashur një përkthyes. Dhe ajo që është më shqetësuese është se po flasim për dhomat e specializuara të Kosovës. Aferdita edhe një përkthyes të mungoj, po themi ashtu gjuha shqipe, përkthimi në gjuhën shqipe, është goxha absurd. Jemi në rregull nëse pranohet gjuha angleze si gjuha kryesore për të marrë vesh dhe nëse marrin parasysh edhe përbërjen e gjykatësve dhe këto, por e dim që të burgosurit janë nga Kosova dhe gjuha është kosovare dhe duhet flitet për këtë, por që jo, nuk ishte përkthyes dhe u detyruam që pastaj pas përfundimit të konferencës, ne mediat ti përkthejmë intervistat dhe ti interpretojmë, ndonse përmenda nuk ishte diçka që nuk është bërë publike deri më tash dhe për çdo pyetje që kishim kishte një tendencë për të ikur përgjigjes, për të refuzuar këto pyetje dhe përgjigjeshin që ndoshta është më mirë të pyesni gjykatën apo prokurorën përkatëse. Dhe po e përmendi prap një gjë e tillë është shqetësuese, ndonse nëse marrim parasysh procesin përgjithësisht si ka shkuar, ka qenë i përcjell nga seanca të vazhdueshme private, nga dëshmi nga 125 dëshmi sa kanë qenë nga prokuroria speciale, 117 kanë qenë me shkrim. Dhe të merret parasysh një dëshmi me shkrim pa pasur mundësi për të reaguar dëshmitarit është goxha problematike në rastin e mbrojtjes dhe në gjë të tillë madje ka potencuar edhe mbrojtja e Recep Selimit gjatë një deklarimi që kanë pasur për mediat e Kosovës dhe madje ka diskutuar gjithashtu edhe për atë se çfarë pritet dhe dim që mbrojtësit deri më tash nga palët mbrojtëse kanë folur nga mbrojtja e Jakub Krasniqit, nga mbrojtja e Recep Selimit dhe nga mbrojtja e Hashim Thaçit. Ndërkaq nga mbrojtja e Kadri Veselit nuk kanë deklaruar ende